Marrës. Një falënderim veçantë për ju si Ministri i Drejtësisë, që keni përgatitur një strategji ndërsektoriale dhe pikërisht këtë strategji e bëni të ditur sot në një event që në fakt meritonte shumë më tepër, që lidhet me 5 vjetorin e ndryshimeve kushtetuese dhe me fillimin e reformës drejtësi. Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme që ne mblidhemi sot dhe gjithsesi nga ne bën një bilanc. Bën një bilanc të 5 viteve për të kuptuar se ku jemi. Edhe në fakt, pavarësisht nga opinionet të ndryshme që mund të ketë gjithsecili, ajo që është thelbësore është që në opinionin tim bilanci është pozitiv. Dhe është shpresëdhënës dhe është kuptim plot. Pse? Të gjitha organet të cilat janë ideuar në strukturën kushtetuese, tashmë janë funksionale. Dhe janë funksionale dhe janë duke dhënë kapacitetin maksimal për të ushtruar pikërisht atë funksion kushtetues për cilin ato janë ngarkuar. Dhe jemi pikërisht në fazën e konsolidimit të sistemit të drejtësisë dhe në këtë fazë të konsolidimit të sistemit të drejtësisë, unë do të them që gjykata e lartë, nga një gjykatë 2 vite përpara inekzistente, tashmë është funksionale. Është funksionale për shkak të mënyrës se si është arritur të menaxhohet puna brenda këtij institucioni, por edhe për shkak të ndihmës jashtëzakonshme që është dhënë qoftë në aspektin ligjor, qoftë edhe në aspektin teknik nga ana e ligjvënësit, por edhe nga ana e partnerëve ndërkombëtar. Dhe natyrisht gjykata e lartë gjendet në një presion pozitiv të opinionit publik, të faktorëve ndërkombëtar, të gjykatave dhe të praktikantëve të drejtës, të medias, lidhur me funksionalitetin e saj. Dhe në fakt, pavarësisht të numrit kufizuar të gjyqtarëve të gjykatës lartë, tashmë unë mund të them, dhe jo se e them unë, pa ajo është evidente, që gjykata e lartë është funksionale dhe është në kapacitetin e saj maksimal për të bërë atë detyrë të cilës asaj është ngarkuar nga kushtetuta për dhënë drejtësi. Dhe në fakt, ajo është ndeshur me sfidat që në momentin e emërimit të gjyqtarëve të parë, sfidat të cilat ishin të lehta për të përballuar, por që tashmë pas një viti mund të them me bindje të plot, edhe me prurjet e reja që ka kjo gjykatë tashmë, që situata nuk është më aq pa shpresë siç ishte në momentin e parë. Kur them pa shpresë, e them gjithmonë në thojza, duhet ta them, sepse në një volum të madh prej 36.000 dosësh, sigurisht që situata duket si pa shpresë. Por unë sot, së bashku me kolegët e mi, jemi plotësisht të bindur që situata nuk është absolutisht pa shpresë. Dhe mundësitë janë, sepse rrugët janë shtruar në drejtim të mënyrës se si gjykata po operon me vendimarrjen e saj. Tashmë ne kemi shumë vendime të cilat kanë krijuar një praktik, pavarësisht se nuk janë ende vendime unifikuese, por mund ju them që neve sapo kemi nxjerr 2 vendime unifikuese dhe janë në arsyetim të plotë të tyre dhe së shpejti do të bëjmë publike. Do të kemi edhe një vendim të tretë, të cilat janë një udhërfyes mjaft i mirë për praktikantët e drejtës. Dhe gjithmonë unë e kam theksuar dhe të gjithë ne gjyqtarët e gjykatës së lartë kemi qenë të bindur, po jo vetëm ne, që ndoshta unifikimi i praktikës së gjykatës së lartë, ndoshta konsolidimi i qendrimeve që mban kjo gjykatë, mosluhatja në veprimtarinë e saj, janë shpresa që jo vetëm që numri i çështjeve në gjykatën e lartë nuk do të jetë aq i lartë saç është sot, por jam i bindur që edhe numri i çështjeve në sistemin e drejtësisë, pra në gjykatën e shkallës së parë, nuk do të jetë i tillë nëse me të vërtetë tregohet një seriozitet, një soliditet dhe një legitimitet në vendimarrjen e kësaj gjykate. Natyrisht unë këtu nuk jam për të bërë bilancin e gjykatës së lartë, por vetëm mund të them diçka që është një shpresë më tepër që neve kemi dëshirë ta lançojmë, duke bërë një krahasim të dhënave statistikore, shohim që ndoshta në këtë muaj ose më mirë them në muajin e kaluar, ne arritëm për herë të parë që të kalonim numrin e vendimarrjeve më shumë nga numri i ardhjeve të dosjeve. Natyrisht që nuk është suksesi ynë, kjo lidhet me shumë faktorë, por është një shpresë që
Të paktën tashmë ky backlog i cili me të vërtetë është tronditës kur fillon dhe e përmend dhe e sheh, natyrisht nuk do të jetë më aq i pamundur për të realizuar dhe për të evaluar të gjitha çështjet. Sigurisht që gjykata është përballë sfidave të shumta, të cilat lidhen natyrisht me dhënien e drejtësisë, por është edhe përballë një sfide tjetër që lidhet me funksionin e saj kushtetues mbi ngritjen apo më mirë themi mbi plotësimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Natyrisht ky është një funksion tepër thelbësor i kësaj gjykate dhe që procesi tashmë ka nisur, të shpresojmë që të vijojë në rrugë sa më të shpejt nga ana e Këshillit të Mbretërisë Drejtësi, me qëllim që le të kemi mundësinë që gjykata e lartë të ushtrojë funksionin e saj kushtetues për plotësimin në një kohë sa më të shpejtë të mundshme të gjykatës kushtetuese, e cila me të vërtetë është shumë e domosdoshme që të ketë përbërjen e saj të plotë. Por nga ana tjetër, ne jemi në pritje të trupës së re gjyqësore, të cilën Këshilli Lartgjyqësor së shpejti do ta bëjë funksional në mënyrë periodike me disa emërime, nga të cilat njëri për cilëve është bërë dhe ne presim edhe përfundimin e procedurës nga ana e presidentit. Kështu që me ardhin e trupës së re gjyqësore, natyrisht edhe me një nevojë më të madhe për një shtesë të këshilltarëve ligjor në këtë gjykatë, jam i bindur që numri i çështjeve të evaluara nga ne do jetë shumë i lartë. Dhe me që jemi të këshilltarë ligjor, kjo është një çështje që unë gjithmonë e kam pasur merak që kur kam qenë drejtori i shkollës magjistraturës, duhet që të paktën ta mendojmë shumë seriozisht nga pikpamja ligjore dhe ndoshta kjo është pjesë e iniciativave ligjvënëse, këshilltarë ligjor duhen motivuar. Sepse sistemi i drejtësisë unë mendoj që ka nevojë për këshilltar ligjor dhe për ndihmës ligjor. Unë jam i parimit që më shumë këshilltarë dhe ndihmës ligjor se sa gjyqtar. Dhe jo për të kundërtën. Dhe nëse ne arrim të motivojmë sa më shumë këshilltar ligjor dhe ndihmës ligjor që të jenë pjesë e shkollës magjistraturës dhe përjedhoj pjesë e sistemit, jam i bindur që sistemi i drejtësisë do jetë shumë efikas, shumë efektiv në vitin e vijim. Faleminderit për mundësinë që më dha për të qenë pjesë e kësaj tryeze. Urime për strategjinë ndërsektoriale. Jam shumë i bindur që me këtë strategji të përgatitur do të jetë një orientim mjaft i mirë për të gjithë organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë për të qenë në një drejtim me qëllim që me të vërtetë në fazën e tretë, siç ju e keni përcaktuar, të arrijmë atë që ne kërkojmë, domthonë produktin, ashtu siç me të vërtetë edhe vendet e Europës, vendet e zhvilluara e kanë për një sistem drejtësie efikas, eficient dhe të ndershëm. Faleminderit.